O Adil Bey, si jeni? Mirë, ju si jeni? Mirë, faleminderit. A më tregon pak na ke ardhur, kur ke ardhur, si ke ardhur, me shpejt. Po unë pi Shkup jam. Pi Strovodice. Emrin Adil e kam, soyadi yeni o. 1959 kam ardhën, pjagje në Istanbul kam ardhën. Ve 67 vjet që këtë mahal, po jetën e kam që. Sa vjeç ke ardhur këtu? 12 vjet. 11, 12, 12. 12, evet. Var. Geldiğinde ne hissettin o yaşta? O yaşta jam yazmona. Shumë sepse kena ardhën këtu. Hem de në Istanbul erdhëm. Atëherës shumë të shkojshin ka Brusa, ka Izmiri shkojshin, Kemal Pashaj shkojshin. Ne këtu erdhëm, shumë memnun kena metë, se këtu kena konë. A ke shku prap ke fshati? Shumë kam shku. Po më thejqë dhe gjyshi, domethënë kanë ardhur nga Shqipëria në Elbasani në Evet, Fisin, Kalis Fisin, Kalis, Elbasani. Ka Malizi, parlamentari që këshëm thamu. Te Malizi, e në përpore e kam njët Malizin, ama Kalis Sulalesi'nin pjati e mora veshtë. Ne dha Fisina me ti, dha. Shumë faleminderit. E ne ti faleminderit. Ta kesh jetën e gjatë. Türkçe po. Uzun ömürler. E ne juve shumë seneler. Një përshëndetje bëj shqiptarëve kudo që janë. E? Një selam shqiptarëve. Këtëve shqiptarëve selam u bëj. Faleminderit.